Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum. Njerëzit e shohin dhe konsiderojnë të nevojshme që të largohen. Të largohen nga zhurmat, edhe ambienti ku që ka zhurmë. Kjo zhurmë të streson shpesh herë kur është e përhershme, kur është konstante e vazhdueshme gjatë gjithë kohës. Njerëzit me shqetësimet e tyre shqetësojnë. Puna, aktiviteti jetësor, aktiviteti fizik është lodhje, edhe kjo lodhje ka nevojë për një lloj çlirimi, një lloj largimi nga ky realitet. Ka nevojë për të marrë një kohë bashkë me familjen ndoshta, që qëndroni së bashku, për diskutuar me njëri tjetrin, sepse gjatë gjithë vitit hyni dhe dilni në shtëpitë e juaja, apo hyjmë dhe dalim në shtëpitë tona, jemi afër fizikisht, në dhomë, një ambient i përbashkët ndoshta, por se nuk jemi afër me ndjesitë tona, nuk jemi afër me bisedën, me komunikimin, sepse jemi të angazhuar në hallet tona, me shqetësimet edhe qoftë edhe brenda shtëpisë. Për këtë gjë, njerëzit e ndjejnë të nevojshme të largohen. Por ky largim nuk i ka përcen kufit e kënaqësisë që ta jep ky lloj udhtimi apo kjo lloj vendosje diku larg, janë kënaqësi e cila është vetëm trupore, ndoshta edhe kënaqësi mendore. Kënaqësia më e madhe është kur ajo e shoqëron njeriu dhe pas vdekjes, kur e çlodh dhe shpirtërisht, kur shpërblehet me Zotin dhe kur kënaqësinë e gjen edhe pas vdekjes, kur të shpem takon Zotin e Madh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, çdo shpenzim që bën është ose për të ngrënë, ose për të veshur, ose një sadaka, një lëmosh që ti e bën për dikë tjetër. Dhe kjo të sjell kënaqësi. Dhe kjo është depozituar në bankën e veprave të mira tuat, kur të shkosh tek Zoti në ditën e gjykimit. Dhe një nga investimet më të mëdha që mund të bësh si tip sadakaje për veten tënde, si tip depozitimi për veten tënde, shpërblimesh në botën tjetër, po edhe shkarkesash të atyre energjive negative, si thonë këto psikologët, ose karikimin e shpirtit me iman për të përballuar, për të rikthyer përsëri dhe për të përballuar hallet, është që të shkosh në umre, vizitosh Ka'ben e shenjtë, shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, një umre në muajin e Ramazanit është si një haxh në muaj. Nëse ke mundësi dhe ta ka bërë Zoti në bar, siç thot populli, pra ke mundësi ekonomike, bëj një umre në Ramazan sepse do të ndjesh kënaqësinë në këtë jetë përpara asaj tjetrës. Selam aleikum.